dashur banor të Bashkisë së Rik, së pari duhet ju falenderoj nga zemra sot të gjithë ju që më lejuat që në këtë periudhë të shkurtër fushate të bisedoj, të debatoj e të parashtroj problemet dhe zgjidhjet e mia për to. Faleminderit për çdo dorë të shtrënguar, çdo fjalë inkurajuese dhe për të gjithë mbështetjen. Ndihem i fituar nga kjo garë që tani, sepse në qytetin ku rrita, rrethohem nga kaq njerëz të cilët më vlerësojnë dhe i vlerësoj. Ditën e diel ju do t'i drejtoheni kutive të votimit për të zgjedhur atë që do të drejtojë bashkinë për 2 vitet e ardhshme. Dua t'ju bëj një thirrje me dorë në zemër. Mos votoni si partizan të njërës apo tjetrës parti, por me laps në dorë për fëmijët tuaj. Nëse ata që keni pasur në drejtim ju a kanë justifikuar çdo qindark takse që keni paguar me shërbime dhe punë, atëherë nuk keni arsye pse mos i mbështesni. Por nëse ashtu siç së bashku kemi konstatuar me dhjetra e dhjetra denoncime gjatë kësaj fushate të shkurtër, jeni të pakënaqur me infrastrukturën e rënuar, me shkolla pamure, xhama e ngrohje, me rrugët plot gropa, me mungesën e kanalizimeve, me mungesën e investimeve në përlagje, me mungesën e kanaleve kulluese, me mungesën totale të punës dhe dëshirës për të punuar nga bashkia. Atëherë ju ftoj të më vini në provë e të më votoni. Unë jam Eliger Tima dhe përfaqësoj me numrin 1 në fletën e votimit. Vota për mua është votë për më shumë vende pune, për punë pa pushim në përmirësimin e infrastrukturës. Është votë për një Cerrik që do të punojë. Ju faleminderit dhe votim të mbar. Në datën 9 nëntor, voto numri 1, voto Eliger Tima.